Jemi këtu së bashku me Andi Pervizin dhe me mjaft kolegë të tjerë për t'i dhënë lamtumirën e fundit Hristo Kaurit, për t'i dhënë ngushëllimet tona familjes, Melit, fëmijëve, të afërme, familjarëve të tjerë, dhe për një arsye tjetër sepse jemi të dërguar të Këshillit Lokal dhe Rajonal të Paqes, pasi Hristo Kaurin e kishim në radhët tona si ambasador të paqes, si një misionar dhe një njeri që gjithë jetën e tij i shërbeu sa shkencës, aq edhe paqes me një natyrë shumë paqësore dhe shumë miqësore me të gjithë, dhe kjo na obligon akoma më shumë, dhe se kush ishte Hristo Kauri u pa qartazi edhe në këto ditë të dhimbshme të përjetimit të lajmit të ndarjes së tij nga jeta, që nga Athina deri në pritje në shtëpinë funerale në Sarandë dhe deri këtu në fshatin e lindjes, ku megjithëse një fshat i vogël, po shikojmë mjaft njerëz, mjaft miq të ardhur nga të gjitha anët. Është një nderim i veçantë, është një nderim që Krishtua e ka merituar me punën e tij, me formimin e tij. Dhe ishte pikërisht kjo lëndin përballë dhe mbi syrin e kaltër që i dha atij frymëzimin dhe motivimin për të bërë një shkencëtar i natyrës, një dashnor i përjetshëm i pyjeve, i gjelbërimit, dhe duke lexuar jetën e tij, duke lexuar dhe librat e tij, kushtuar kësaj rruge, këtij rrugëtimit të tij, me gjelbërimin, me pyjet, shumë prej nesh kanë filluar ta kuptojnë se natyra është dhe drurët e saj janë si njerëzit, janë si frymorët, janë si banorët e natyrës. Pra një kontribut i jashtëzakonshëm i Kristos është për të vlerësuar, dhe edhe një vlerësim më shumë u pa edhe nga bashkia, nga institucioni i Bashkisë së Sarandës, ku Krishtua shërbeu për 10 vitesh në drejtimin e drejtorisë së bujqësisë, dhe ishte më se i motivuar stacioni që kortezhi i kësaj ceremonie bëri përpara institucionit të bashkisë. Do të dëshiroja që Kristos t'i kthemi lamtumir, duke dashur që të jetë sa më e lehtë balta e kësaj lëndine, dhe të jetë i përjetshëm si drurët, si pyjet, kujtimi i tij.